Nga një shkurti bileta urbanit në kryeqytet do të bëhet 40 lek. Vendimi u mor nga Këshilli Bashkiak pas kërcënimit të shoqatës së transportit qytetas për të ndërprerë shërbimin nëse çmimi nuk do të rritej. Por si me 30, ashtu edhe me 40 lek, qytetarët e Tiranës duket se do të udhtojnë në të njëjtët urban, do të presin po njësoj për minuta me radhë nëpër stacione dhe do të duhet të ngjeshen pas njëri tjetrit nëpër autobusët e të imbushur. Ndonjëherë ndodh që mos hyjmë edhe pse është plot, prandaj. Sepse unaza mbushet shumë gjithmonë, prandaj. Edhe gjatë udhëtimit, qytetarët duhet të bëjnë durim. Urbanët duket sikur ecin me marsh funebër, jo pak herë kjo ndodh edhe për shkak të qarkullimit kaotik e rrugëve të prishura në disa raste. Disa prej mjeteve të transportit urban në Tiranë kanë ajër të kondicionuar dhe shumë të tjerë jo. Po të shikate me ajër të kondicionuar, ka dhe pa ajër të kondicionuar. Shërbimi nuk është aq në lartësinë e duhur, edhe kështu që nuk e justifikon atë 400 lekshin me pagu. Edhe pse do të paguajnë më shumë, edhe këtë vit, qytetarët e Tiranës do të udhtojnë me të njëjtat standarde të viteve të fundit.